bërë mirë që theksove stresin edhe kequshqyerja. Por gjithnjë më tepër stresi po hyn tek ato faktor risku, edhe tek sëmundje të tjera, madje është e njohur edhe nga organizata botërore e shëndetësisë edhe tek sëmundjet kardiovaskulare. Por stresi dhe adoleshenca apo të rinjt gjithnjë më tepër po analizohet dhe po hulumtohet. Pse? Pse kemi një brez të ri që është kaq i stresuar dhe pse kemi probleme që lidhen me stresin dhe shkojnë përtej pastaj kalojnë në fiziologjik, kështu që bëhet shumë mirë që u ndalët dhe theksuat këtë. Arsyet mund të jenë multifaktoriale, patjetër unë nuk jam psikologe, po duke qenë ginekologe dhe duke u marrë me këtë gamë pacientësh, nëse do t'i quaja të tillë, sepse jo rallëherë nuk jam pacient, jam vërtet gra. Paciente në ndjesinë e fiziologjisë, sepse deri në adoleshencë, pra deri nga mosha 18, 19, madje edhe 22, 23, jo rallëherë këto nuk janë paciente, janë reflektime fiziologjike, por që patjetër ka nevojë për orientim. Mund të jetë ngacmimet e jashtme të ambientit jashtëm, informacioni tepër t'i marr. Dikur çdo hap i kryer ishte lehtësisht i monitorueshëm nga shoqëria dhe familja. Tashmë ti jo rallëherë shef një adoleshenti që shfaqet në klinik vetëm, e pa shoqëruar me zgjedhje të lirë dhe me bindje të plotë që ajo është e aftë ta zgjidhë problemin. Kjo, pra nuk mendoj se është shtuar stresi, po vendimarrja e përballjes ndaj impakteve të jashtme që jo rallëherë ndikojnë patjetër në sistemin nervor qendror. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë, megjithatë se nuk e di si është edhe pjesa ligjore, pastaj a lejohet një adoleshente që quhet adult në atë moshë, por patjetër që nëse ka problematika të vërteta, të cilat kërkojnë dhe një ndjekje afatgjate, me ndjesinë e mirë që pacientja që është përballë duhet më reflektoj që kuptoj atë që unë i thash, pranoj që atë që unë i thash, ndoshta vërtet është e panevojshme prezenca e një prindi. Sidomos të themi për këto problematika. Jo, në fakt e mora spunto nga një bisedë tjetër që kemi patur në studio në lidhje me abortin. Edhe pikërisht, ajo është komplet tjetër çështje. Është tjetër çështje, më shumë është ndjesia e sindromit në cilën ne jemi duke folur. Kush ishin dy elementët që nuk arrita dot t'i prek në fillim, që më bën të kuptoj këtë gjë, një cikël menstrual i rregullt dhe ndërkohë një reflektim në ekografi të atyre vezoreve më të zmadhuara me ato që ne deri dje gabimisht i kemi quajtur mikrokiste. Vezorja ne e dim që ka vezë pafund, të cilat reflektohen në formën e atyre formacioneve të vogla, jo rallëherë të keq interpretuara si mikrokiste. Dhe dyta, sepse në subjekte që kishin problematika të vërteta, duke sikur vezorja ishte maja e icebergut, shumë problematika të tjera fshiheshin nga pas. Si u realizua kjo, duke marrë një anamnezë hollësishme dhe jo rallëherë zbuloi që nga një subjekt shumë elegant në pamje të parë, pra jo detyrimisht obez, mbi peshë, fshihet një historik familjar i fortë për diabet ose për intolerancë sheqeri. Fshiheshe një problematik familjare, si që quhet dislipidemia familjare, pra çrregullime të profilit lipidik, ndërkohë që subjekti ishte plotësisht elegant. Mbas një subjekti të tillë mund të fshihej një patologji autoimune. Gjëra të cilat në fund kuptuam që nuk ishte ai PCOS-ja e kaluar thjesht një problem ginekologjik, po ishte një entitet i vërtet endokrinologjik. Që prek të gjithë sistemin hormonal të organizmit. Të gjitha strukturat gjendrore janë të mirë koordinuara me njëra tjetrën, sepse mbajnë një emër përbashkët ajo gjendër që gjendet në tru dhe quhet hipofiz. Që tham ndikohet nga shumë element, kur nëse i referohemi target grupit, janë pikërisht stresi, kequshqyerja, jeta sedentare. Prandaj, jo gjithmonë të vrapojmë, sepse në momentin që ti vë një diagnozë të kësaj natyre, e para ti i përcjell pacientit përballë ndjesinë e sëmurit, ndërkohë pacienti nuk është i smur. E dyta, ndjesinë e ilaçeve, ndërkohë që një dietë e mirë ekuilibruar, duke eliminuar sheqernat, karbohidratet e dëmshme, pijet energjike që sa vjen dhe shtohen në ditët e sotme për një arsye ose një tjetër, dhe mbi të gjitha aktiviteti fizik. Fizik, shumë e rëndësishme. Kjo ishte një spunto tjetër, sepse duke parë thash follow-up në kozgjatje të një diete rigoroze, të një aktiviteti fizik të mirë dhe patjetër vendosje të ekuilibrave brenda përditshmërisë tonë,
që do të thotë një zgjim brenda normës dhe një gjumë cilësor. Nuk mund të shtrihesh në shtrat dhe të kesh celularin përpara. Të rinjt tashmë. Sepse ti me ndjesin e shtrirë atëherë kur duhet, po gjumi. Flen me telefon. Kështu që edukimi në këtë pjesë më bëri të kuptoj që prisni se nuk është kaq e thjeshtë situata dhe kaq e vetme